për formacionin me dy sulmues. Hilet nuk vlejnë, rëndësi ka vetëm ajo që skuadra e tij do të bëjë në fushë. Dhe shumë shpejt një Loricana që grita e çon deri në zonën kundërshtare, por dhe një raket balistike Ervin Pulput tregojnë se me çfarë shpirti ka zbritur ky grup në fushë. Në minutën e 17 Cemal Stafa provoi golin avantazhit. Një pasim i skeles dhe ndërhyrja e Salit çojnë topin në rrjet, por është shumë e bukur për të qenë vërtet. Shkodrani provon të bëjë Thierry Henry duke shtyr topin me dorë, por ndryshe nga francezi ka vetë nga styri vëmendshëm i gjyqtarit. Loja zhvillohet vetëm në një gjysmëfushë, atë të bieloruësve që duhet se nuk e marrin dot vetëm me euforinë e kuqezime në fushë dhe lojtarit të 12 në shkallët e stadiumit. Ervin Skela godet në 29-ën, portiri Verenko se diku është, por koka e tij gjendet aty ku duhet, natyrisht për shqiptarët. 10 minuta më pas Brënjati demonstron inteligjencën e tij taktike me një vertikalizim për Salin, por akrobacia e Shkodranit nuk mjafton për të kthyer topin në rrjet. Shqipëria vazhdon të dominojë në çdo skaj të fushës dhe emocionet s'kan fund. Mungon vetëm goli. Nuk vjen as në magjin e radhës të Loricanës, që nga distanca lëshon një goditje që duket se jetën me slow motion dhe rrezikon të çojë një infarkt tifozët, por topi i godit traversën e pabesueshme. Skenari nuk ndryshon në 45 minutat e para që mbyllen me një tjetër opsham dritërimash. Bogdani shikon Sali Majtas, Bolmeri arkon sipër portirit, por topi nuk gjen kuadratin. Dhe Skela është në vonesë për të rikuperuar ato pak centimetra të mallkuara. Pjesa e dytë hapet me të vetmin i Benjut Ujkanit, paksa i pasigurt në veprimin e tij dhe më pas gjithçka është një dialog me portierin mik. Verenko për paksa nuk kupton mish në minutën e 50 kur pas një krosimi Salia dërgon topin me kokë. Më pas krijohet ideja se në nisë janë gati të ngrejnë një pusë turbo të pabesueshme pas goditjes së gollit, por është shumë shpejt. Pasi shqiptarët marrin provën e shprehjes pati ndihmon vëzhgimtarët. Në minutën e 62 Bogdani vertikalizon përpara dhe udhimi mbrojtësi bielorus shfrytëzohet nga ujku i golit. Është Andi Sali që çon topin aty ku nuk arrin dot të herë Verenko. Në Cemal Stafa është eufori e pastër. Stadiumi është në flak. Shqipëria po fiton. Goli nuk i tërheq pas kuqesin që kërkojnë ata të sigurisë, por 10 minuta më pas Sali bën të pabesueshme, duke gjetur shtyllën pas një aksioni me amendës së skuadrës së Kuzhe. Shtyllat shkojnë në ty, po ashtu dhe golet e anuluar kur Shkodrani gjen rrjetën. Këtë herë në pozicion jashtë. Shqipëria vazhdon të hidhet në sundë në minutat e fundit. Ka kohë dhe për një standing ovation plotësisht të merituar të Andi Salit, dhe më pas festa mund të fillojë. Është ndeshja perfekte dhe fitoria që mban gjatë ndrën për kualifikim. Skeptikët mund të qeshin, por pas kësaj ndeshje askush nuk mund të ndalë të drejtën për të ndërruar.